Pojlis, tash po lajmërohem prej një qendre tjetër të votimit. Jemi këtu në shkollën profesionale Pjetër Bogdani, apo jo, na tregon edhe më saktë edhe vetë drejtori i kësaj shkolle, një herët edhe menaxher i qendrës. I nderuam, fillimisht falenderoj për kohën dhe na tregon se si po shkon gjithë procesi zgjedhor këtu në Ferizaj, pikërisht në këtë qendër. Ju lutem. Jemi në qendrën e votimit në 2502 në shkollën profesionale Pjetër Bogdani në Ferizaj. Votimi ka shkon në rregull, nuk ka pas mungesat stafit komisionerëve, kështu që deri me tani e kemi bën një statistikë, deri në ora 9 kanë votuar 126 votues prej gjithsej 7.698 gjithsejve, që në përqindje i bjen 0.61% deri në ora 9 kanë dalë votues në vend votim. Pak a shumë ky numër, na mundemi ndoshta edhe me lëviz në të njëjtën kohë, po a na tregon se ky numër a është numër që ndoshta në rritje ose numër në ulje tu e krahasu me vitet e kaluara, prej asaj që ti e mon mend. Nuk po pyes asnjëherë për statistika, me ato që dihet zyrtarisht, po vetëm në ato që e mon mend, çish po duket ty? Po shpresoj se në vazhdimsi, domethënë ka rrit frekuentimi i votuesve. Është pak herët, është ditë vikendi, kështu që është normal në krahasim me vite tjera, po shpresoj që është aty këtu njëjtë numri i votuesve. Do me thonë, e përmendet që është hap me kohë pak a shumë, në sa ora ju kanë mbrit materialet nga KCZ-ja dhe a ka pas ndonjë diçka që ka shkuar në mënyrë të parregullt? Jo, asesi, do me thonë pas 5-ve aty, ka ardhur materiali sensitiv i KCZ-s nga KKZ-ja, do me thonë gjithçka ka shkuar në rregull, nuk ka pas edhe një herë po e përsëris mungesa të komisionerëve, kështu që gjithçka është në rregull deri me tani. Kjo është një prej klasëve ku veç po zhvillohet apo? 250201. Okej, e lut edhe kameramanin me na sjell pamje direkte të kësaj pike, kësaj qendrët vend votimi ku po votohet. Dhe me krahasu pak a shumë me asaj që pashun edhe në shkolla tjera, po më duket që këtu pas kanë votuar pak më shumë. 0.61 është në përqindje, do më thonë 126 deri ora 9, po e shifni edhe vetë që frekuentimi i votuesve ka filluar veç me u rrit. Po shpresoj